Miq, Polonia ka dhënë alarmin. Polonia po shpopullohet dhe do t'ju them se përse. Do shokoheni, do mbeteni pa fjalë, sepse pas Polonisë do t'jetë efekti domino. Polonia këtë vit ka dhënë alarmin që 250.000 fëmijë më pak se të gjitha vite, duke filluar që nga viti 1943 deri sot, është viti më i ullët i të gjitha kohërave. Dhe tani po ju tregoj se çfarë po ndodh. Ndiqeni me kujdes, për të mirën tuaj, për të mirën e gjeneratave, për të mirën e kombit shqiptar. Kush është rastësisht do t'i lutesha, nëse nuk ka brende, le t'i bëj like faqes, që jemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Kisha bërë një video para disa kohësh, duke treguar në momentin ku kishim bërë për emisionin Enigma që në fillim fare, kur tregoja që ka një teori dhe e shfaqja si një teori konspirative. Ka një teori konspirative ku thuhet që brenda miellit që vjen nga një shtet fqinj, fusin disa gjëra për të shkatëruar spermatozoidet e shqiptarëve. Dhe e morën këtë si teori konspirative. Bile më vonë, vitin e kaluar si thash, sepse kjo ishte në vitin 2011, por vitin e kaluar, kisha bërë një video të detajuar, duke treguar se nga vjen mielli, çfarë bëhet me miellin dhe çfarë ka mielli brenda tij dhe buka. Dhe disa normalisht u duket vetja se din gjithçka dhe filluan që të diskutonin rënd, pa e kuptuar që janë ata të parët që i prek. Atëre, ose janë anti-shqiptar, sepse mund të jenë dhe anti-shqiptar, dhe e bëjnë qëllimisht, ose ndoshta nuk jetojnë fare në Shqipëri dhe jetojnë diku tjetër. Por unë, duke mos e harruar kurrë atë vend, pra Shqipërinë, unë jam i detyruar që ta them, sepse aq sa mundem, do të luftoj deri në pikën e fundit, derisa të mundem për atë vend, që ai vend që më lindi. Tani, Polonia ka dhënë alarmin sepse, siç ju thash, që në vitin 1943, kur pati problemet e luftës dhe u reduktuan pothuaj 1/3 e popullsisë të meshkujve, që atëherë pati probleme të rënda dhe kishte gjithmonë rritje të fëmijëve, por viti me më pak lindje i të gjitha viteve, pra i gjithë kohës që nga viti 1943 deri sot, është viti 2024. Po, me 250.000 fëmijë më pak. E dini se çfarë do të thotë kjo? Po ja u tregoj unë. 250.000, ndonjëkush mendon që nuk është asgjë, sepse duke qenë Polonia, sa banor ka Polonia? 36, mos gaboj, apo 33? Jo, 36 ka. 36. Polonia me 36 milion banor ka 250.000 fëmijë më pak që lindën vitin e kaluar. Pra 250.000 më pak është merë në 36 milion. Por prisni, vëllezër dhe motra, ju shqiptar, në qoftë se doni atë vend, po ju them diçka tepër të rëndësishme, po luftohet rënd që të zhduket njëre për gjithmonë raca njerëzore, por shqiptare, por kryesisht po luftohet nëpërmjet ushqimeve. Merrini këto si teori konspirative, por është mirë që të kërkoni. Tani, World Review Population Outlook, që është një nga organizatat më të mëdha që bën kontrollin e popullatës, e tha haptazi vitin e kaluar, kur bërëm këtë video, që e detajuar video, nuk është se e thash unë, nuk e shpika unë, por World Review Population Outlook është një nga organizatat më të mëdha në botë, që kontrollon popullatën. Dhe sipas kësaj organizate, Shqipëria është vendi i parë, pra renditet vendi i parë në botë i mungesës së lindjes së fëmijëve, pra mungesës së fertilitetit. Bile, sapo ne kishim bërë videon, sapo unë kisha bërë videon, në janar, në mars, mos gaboj ose në prill, ONU bëri deklaratën zyrtare. ONU bëri deklaratën zyrtare në mbar botën si vendin më të parë e gjeni. Nuk është se e shpika unë, e përsëris e gjeni. Nuk e shpika unë, po e gjeni. Ju shqiptar dhe ju kundër Shqipërisë
pak më intereson, gjejeni dhe shikojeni. Sepse tani i takon Shqipërisë, Polonisë apo ku ta diun, por nesër pas nesër do u takoj të gjithëve. Do u takoj edhe të tjerëve, edhe Serbisë, edhe Greqisë, edhe Rusisë, edhe Turqisë, me radhë. Dhe dal nga dal do bëhet reduktimi. Tani, nuk është teori konspirative. Nuk më intereson se përse, sepse një pjesë e njerëzve thotë që është përmjet ushqimit, një pjesë tjetër thotë është nga mënyra e jetesës, një pjesë tjetër thotë është nga gjilpërat apo ku ta di unë. Të tjerë thonë që e hedhin nga ajri. Pak rëndësi ka. Ajo që unë dua të them, që dua të zgjoj mendimin kolektiv që diçka po ndodh. Pastaj, të gjithë së bashku të mund të kuptojmë se çfarë. Sepse, në qoftë se po na ndodh të gjithëve, nesër pas nesër, me fjalë, ne popullit thjesht, nesër pas nesër do të ndodh edhe politikanëve, do të ndodh edhe mbretërve, do të ndodh edhe insekteve, do të ndodh edhe fluturakëve, do të ndodh edhe pastaj gjitarëve e tjerë. Pra, me kalimin e kohës, do ndodh në mbar botën dhe në mbar speciet. Duam apo nuk duam? Sepse kjo është ajo që ka mbjell njeriu. Njeriu atë që mbjell korr. Kështu thot, apo jo? Kështu që pa dyshim, ajo që do mbjellim, ajo që kemi mbjell, në fakt, sepse e kemi mbjell me kohë, dhe tani po e korrim, dal nga dal, atë do ta korrim. Pra, nuk është se do jemi vetëm ne. Nuk është se do jemi vetëm ne. Ata që do përfitojnë nga kjo gjë, por do përfitojnë edhe të tjerët. Pra, të gjithë do përfitojnë. Dhe pyetja ime është, në qoftë se do të përfitojnë të gjithë, atëre kush e bën këtë kasapan? Kush? Dhe pse? Ose në qoftë se nuk bëhet kasapan, nga vjen ky problem? Mos vjen nga ajri, mos vjen nga mënyra e jetesës? Okej, le ta diskutojmë. Të shohim se çfarë ku lind problemi dhe ta korrigjojmë. Sepse me kalimin e kohës, ne kështu, jo vetëm që do reduktojmë ndjeshëm popullatën në mbar botën, por mund të dalë një problem pikërisht në spermatozoide, gjë që e kam shkruar që në vitin 2008 në librin Viaggiando nel Passato, që mund të shkatërrojë, pothuaj, gjithë racën njerëzore dhe të mbetet vetëm 5% e racës njerëzore. Sepse të mbijetuarit do të shkojnë, janë të detyruar të shkojnë të jetojnë jashtë orbite, derisa këtu të qetësohet çdo gjë. Pra, pse duhet të arrim deri në këtë pikë? Për çfarë arsye? Sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për e zëm sikur e kanë vetëm tek mielli apo e vendosin në ajër apo ku ta di unë. Por këto gjëra, duke u futur në qelizat e njeriut, shkencore kjo, nuk është se them unë, duke u futur në qelizat e njeriut e përcjell në brez pas brezi. Dhe qelizat, në vend që të marrin imunitet, ato e humbasin imunitetin sepse shkatërrohen, dal nga dal. Pra shpërbëhet dhe ADN-ja, një fjalë mund edhe thjesht në mënyrë gjenetike mund edhe të zhduket njeriu totalisht. Pra atë që po thot sot Polonia, për mua nuk është e re, megjithatë unë ja u përcolla, sepse Polonia ka dhënë alarmin. Për Polonin është gjë kolosale që në 36 milion banor të mos lindin, pra të ketë mungesa më pak, në 250.000 fëmijë më pak në një vit, me fjalë vitin e kaluar. Okej? Por tani le të flasim për Shqipërinë. Thash, Polonia 36 milion banor, me një reduktim 250.000 më pak. Shqipëria, 3 milion banor, nuk janë 3, por e zëm si kur t'jenë 3 milion banor. Në 3 milion banor, që është vendi i parë në botë, si ju thash, me reduktimin e lindjeve të fëmijëve, merreni me mend tani se në çfarë statusi jemi. Nëse Polonia renditet në vendin e 7 apo të 8, sepse renditet në bazë të popullatës, pra populata, reduktimi i ndjeshëm i fertilitetit në një popullat të madhe. Në sintez, i bie që duke qenë një popullat me 36 milion banor, ka, me fjalë e madhe, me një popullat të madhe, ka një rritje, është shteti numër 1, pra në përqindjen më të lartë. Por në qoftë se do të flasim si vend, pra si shtet, është Shqipëria, vendi i parë.
Dhe në bazë të popullatës, pra në bazë të popullatës që janë 3 milion banor, i bie që në qoftë se do të ishte Polonia, po e përsëris, qoftë se do të ishte Polonia, nuk do të ishin 250.000 fëmijë më pak, sepse 250.000 fëmijë më pak, bëni një llogariu, janë rreth 1%, parafërsisht. Nuk janë 1%, po parafërsisht 1%. Kurse Shqipëria ka 1.2%. E dini se çfarë do të thotë? 1.2%. Pra, po thuaj që është 2 herë më shumë se Polonia. I bie që Shqipëria, një vend më i vogël në numër, që është 3 milion banor, i bie që mos të lindin e zëm në përqindje, po flas këtu, në qoftë se janë le ta zëm 15.000 e zëm, 15.000 në qoftë se do të ishte Polonia e zëm. Polonia ka 33%, 36 milion banor, 250.000 njerëz që nuk lindin, i bie që është rreth 8%, pra 0.8%, më falni, 0.8%, kurse Shqipëria e ka 1.2% që i bie që të mos lindin, si kur t'ishte Polonia, rreth 350.000 fëmijë më pak. 350.000 fëmijë më pak, në qoftë se do t'ishte në numër si Polonia. Po për fat keq nuk është si Polonia. Janë 3 milion banor në territorin shqiptar, në gjithë territorin shqiptar, dhe i bie 1.2% pra i fertilitetit. Që do të thotë që kanë një fëmijë e gjysmë, një familje. Një fëmijë e gjysmë. Disa kanë 2 fëmijë, disa kanë 1, disa nuk kanë fare. Dhe kjo është alarmante. Është alarmante sepse kjo ka të bëjë me gjeneratat. Pra vetë ONU dha deklaratën në mars apo prill të këtij viti që Shqipëria është vendi i parë. Gjejeni, shikojeni, unë ja u tregova. Tani pres komentet tuaja, pres që ta ndani këtë video, pres që ta diskutojmë dhe pres se çfarë do të ndodhë. Kalofshi bukur.